Spari, por nisi me ju, si ishte kjo deklarat, ishte e re kjo deklarat për juve? Për mendimin tim ishte paksa e habitshme, por ky debat lidhur me marrëdhëniet në mes të perandorisë osmane dhe shqiptarëve nuk është debat i ri. Ky debat ka filluar prej kohësh dhe realisht ka ardhur në Kosovë si kërkesë politike e Ministrit të Arsimit të Republikës së Turqisë dhe Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë. Gjithashtu e quajt rëndësishme për opinionin tuaj shikues të tjerë ishin të krishterë apo jo. Dhe në 1054 në ndan. Pastaj ishte e fuqishme perandoria bizantine dhe në perandorinë bizantine dominante fe zyrtare ishte feja ortodokse. Prandaj ishte krejt normale që një pjesë goxha e madhe e popullit shqiptar t'i takon në ritit ortodoks. Madje kjo përmendet edhe si pas oral history e quajmë na histori orale. Kjo ban fakt edhe Skënderbeun një Skënderbeu në fakt, jo, absolutisht jo, nuk është talli se Skënderbeu është heroi i krishterëve. Skënderbeu ka shku në oborin perandorak të sultanit si i krishterë. Ja kanë ndruar emrin, ja kanë kthyer Skënder. Pastaj për meritat e treguara ushtarake vetë sultani ja ka dhënë titullin bej. E ke parasysh. Dhe tashti, asnjë dokument nuk gjendet që Skënderbeu e ka mohu pastaj edhe atë identitet. Kur i qasemi argumenteve shkencore përkatësisht, kur ne duam që të servojmë në një farë mënyre ndonjë opinion shkencor, atëherë opinionet shkencore duhet të jenë të mbështetura. Dhe tani ju po flisni për shumë autorë në Shqipëri dhe po flisni për shumë autorë jashtë Shqipërisë, por me emra nuk po i përmendni. Sidoqoftë, unë i di, domethënë, disa autorë të cilët janë përpjekur që ta minimizojnë në fakt figurën kombëtare edhe figurën e personalitetit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Mesin e tyre, domethënë, është historiani zvicran Oliver Schmid, po Schmidi sidoqoftë se në shkencë është jashtëzakonisht problematike për ta gjetur burimin e duhur, sepse secili popull, secila proveniencë ka dokumentacionet e veta dhe ato dokumentacione natyrisht janë në përputhje edhe me idetë, edhe me tendencat, edhe me preokupimet, edhe me pretendimet e një vendi të caktuar. Po e marrim vetëm një shembull sa për të qenë sa më ilustrativ dhe sa më i saktë. Në qoftë se i shohim dokumentet shqiptare për luftën e fundit në Kosovë, që kjo është ushtrisë lirimtare, apo jo. Në qoftë se i marrim dokumentet e proveniencës serbe, që kjo është organizatë terroriste. Atëherë mbas 100 vjetësh, kush është e vërteta këtu? Cila është e vërteta? Prandaj po them që gjithmonë duhet t'i qasim në mënyrë shkencore, me qetësi absolute dhe asnjëherë studiosi përkatësisht shkencëtari nuk duhet të jetë as në ndikimin e ndjesisë, as në ndikimin e asnjë lloji rrethane, në qoftë se dëshiron që ta nxjerrë. Verditës ashtu siç keni thënë që Skënderbeu është heroi shqiptarëve, sepse këtë nuk e ka thonë Gzim Kelmeni. Këtë e ka thonë Gzim. Kryetari i partisë tuaj, ministri i nderuar i shëndetësisë. Dhe mirë ju tha zotriu që ju personalisht keni obligim të deklaroni sonte. A është apo s'është heroi juaj personalisht Skënderbeu apo s'është? Profesor i nderuar, kjo është thyrje e rëndë për autoritetin e Isa Boletinit. Nuk e thot Gzimi, e thonë historian gjithë unanim. Isa Boletini nuk është citoj, nuk është pjesë e Gzimit, gjithë historianëve. Me emrin do t'i përmendi. Isa Boletini nuk ka luftu kundër për. Shqiptarët as kanë pas shkollë, as kanë pas qeverisje lokale, as kanë pas qeverisje rajonale, as kanë pas parlament të vetin, as kanë pas qeveri të veten, as një gjë as kanë pas. Dhe këtë e quan ju bashkëqeverisje, kurse ta shohim pak perandorinë austro-hungareze që ishte perandori dualiste. Hungarezët kishin shkollat në gjuhën e tyre, hungarezët kishin pushtetin lokal, hungarezët kishin parlamentin e tyre dhe vetmja gjë që ju privohej nga dominanca e Austrisë ishte monedha dhe ishin punë të jashtme dhe ushtria. Kurse të tjera tikisht, dhe këtë mund ta quajmë si bashkëqeverisje, s'po themi bashkësundim, po si bashkëqeverisje, por këtë periudhën e sundimit perandorisë osmane në territorin shqiptare, bashkëqeverisje në asnjë mënyrë dhe asnjëherë unë nuk mund ta quaj sepse ky është argumenti historik. Tashti, a ka pas dhunë represion her ma pak her ma shumë jam dakord. Po të 99 te perandoria osmane neve për 500 kusur vjet, për çdo ditë neve s'do gjendeshim fare mi këtë tokë. Edhe një pyetje tjetër,
Zoti Demaj, Skënderbeu është një mit apo një figurë historike mbi të cilën munden me dalë fakte të reja apo interpretime të reja? Skënderbeu, për mendimin tim, është figura më e rëndësishme historike gjatë gjithë historisë së popullit shqiptar. Unë nuk përjashtoj asnjëherë mundësinë që mund gjenden dhe do gjenden fakte të reja, por në asnjë mënyrë faktet të cilat do ta cenojnë personalitetin e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Atë ju falenderoj për pranimin tuaj në studio, zoti Demaj, zoti Gërmani, ju falenderoj.